Ora është 10 e natës. Edhe 10 pa 10. 10 pa 10. Po mendojmë këtë fusim kurth. Ermali pati propozim. Edhe Ermali e pranoi. Unë e pranova. Po i madhe në vend. Priti se ta marrim i tjetër tani. Si bjesh mali? Të do e marri me numër direkt. Të do e marri direkt me numër. Ku je figurë, ku je? Si më përshëndet. Po ku je valla, se ke telefoni fare dhe kam çuar 20 mesazhe. Nuk merresh me popullin e thjesht. Ma mori mendja. Fushat. Jam të dielën nga doktorin. Si po të shkova? Po e pash. Dal deputetum. Dalosem do populli më dhe ideal. Si përfundim e ke jeme, po sa na po më bëdën. Unë me gjithë. Partija me populli, E do populli. E do populli e fle. Unë takoj pësës në populli. Takoj për të pudha sa romë sot, dha muaj unë jemi majtë, dhe po vetëm sa pudha dhe do t'jam 4 vota. Ate pudha njerëve. Okej, dëgjoj, jam me Ermal Vakën me këtë kolegun. Tham po bëj të përshëndesim. Tham po bëjmë ne i pyetësor, po ti qenë me njerëz dhe me miq. Mos e ka problem pyetësor, unë them për një papam shpejt e shpejt. Tani, Erisa Xhixho ka deklaruar që Ilir Meta po shkon çdo ditë në Burgu nga 200 deri 300 letra, është e vërtet? Po, e vërtet. Po pse kështu? Po. Edhe për mua, sepse i shkon letra njerëzve që u ka bërë ndere, siç është edhe në s'ka parë për shembull ka bërë rreth 300 letra në mbështetjen time. U bën njerëzve që sepse s'ka mënyrë tjetër komunikimi dhe gjithë lidhjet që ai ka pas struktura ndere kështu, po çon letra. E fe për mbështetjet kandidatëve dhe për mbështetjen e emrit vet. Ermali ka një pyetje tani. Lefteri me mbrëma. E mbrëma. Si e? Mirë, valla. Ka disa gojë të liga që thonë që Meta nuk del deputet në Tiranë. Si mendon? Sa vota mund të marrë Meta, se unë di që ti do të thuash që Meta del deputet e sigurt, po sa vota merr? Kanë bindje totale që del deputetet, ndër deputetët nuk votuar në lista hapur, por mos tani pari, po unë kam bindje që del i pari. Ke një parashikim? I kalon 20.000 vota. 20.000 vota në Tiranë. Po, në Tiranë, qark. Basti vështirë duket, apo i keni siguruar? Po, besoj që po, sepse e di shumë që janë ngritur shtabet. Nuk është ngritur vetëm shtabi nga Partia e Lirisë, por po punon fort edhe zonja Kryemadhi, ka ngritur goxha shtab. Do më thëmë Meta merr 20.000 vota. Edhe ne kontaktet tona e kemi sa njerëzit që janë në Tiranë, në diasporë, me që jetojnë aty, kemi edhe ne ndryrjet tona. Po në Berat si duket situata? Në Berat ne marrim 3 mandate të sigurta të opozitës së bashkuar dhe ne po luftojmë për mandatin e 4 dhe unë kam besim që do t'i adhuroj mandatin e 4 të Partisë Demokratike. Mitingu i Kuçovës do jetë fantastik dhe mitingu përmbyllës i Beratit do jetë më shumë fantastik. Zoti Rama erdhi në Dimal, erdhi në Berat, erdhi në Poliçan dhe Skapar, nuk Kuçovë nuk erdhi, pasi mori vesh që do ketë takim datë 27, edhe do të vim basa të këtij takimi, po t'jeni të bindur që unë do jem shumë mirë në Kuçovë, sepse edhe të majtë dhe djathët më mbështes. A keni përçarje lefter me siri tjetrit, ju të opozitës? Po sigurisht që xhelozia është kudo, edhe brenda nesh të kampit djathtë, po edhe të kampit majt ka përplasje dhe xhelozia midis kandidatëve. Sigurisht ndaj emrit tim ka, mua më duhen demokratët e ndeshëm, po këto listat e mbyllura, unë kam qenë kundër atyre listat të mbyllura dhe sigurisht që kandidatët, deputetët me listat të mbyllura dhe ndikojnë. Nuk është mirë që ndikojnë, po ndikojnë edhe TPS dhe TPD e kandidatë caktuar. Do më do demokratët e pandershëm. Me fjedhe edhe socialiste për të shumë. Lefter, sa mandate merr PD-ja bashkë me koalicionet e saj në total? Në total. Nuk mund ta them pavarësisht, po di që dalim 2-3 mandate më shumë se PS-ja sot. Po fryma po rritet. Po PS-ja thotë që do marrë 80, ju bit me 82 pastaj. Unë po kam një bindje totale në gjendjen aktuale që është tani, PS-ja nuk i kalon 64 mandate në gjendjen aktuale tani, për herë të rënies. Atëherë i bie që ju do merrni 65 mandate, do thotë që ju duhet një koalicion tjetër për të arritur shumicën qeverisëse. Nuk e di, unë mendoj që do t'i kalojmë 70, po kjo varet nga fryma që do të jetë këto 2 javë dhe varet edhe çfarë do të vinë nga perëndimi.
Lefter në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Gjermania. në gjykimin tënd, Po. në rast se do ju duhet të bënit koalicion me një nga partitë e reja, cilët do zgjidhnit? Po sigurisht do gjenë të djathtë. Për mua edhe ka shenjë dakord edhe me sado që me Lurin ka për plasë, nëse do të marrin mandate sigurisht po. Nëse do të shami shej do të marrin mandate sigurisht po. Por unë mendoj që ne do të shtojmë dorën edhe partive tjera, s'është ndonjë problem, edhe partive si Lapa e Qorri, Doshi, Hudu. Tani thelbi Lefter është këtu që do t'i shtrinë dorën edhe Ramës, po thuhet. Ja, Rama nuk bëhet kryeminist, sido që do ndodhë historia, nuk fiton dot 7 mandate dhe nuk besoj që edhe perëndimi nuk ka për ta lënë. Lefter të urojmë një mbrëmje të qetë, të dham shumë kohë duhet. Respekte, Natën e mirë. Mirë, me Lefter Maliqin nga baza e Beratit me pretendimin që Sali Berisha dhe gjithë kampi opozitar vinë në pushtet duke fituar kështu, po themi, një mandat qeverisës. Po na dha lajm fakt Lefteri, Po, dha shumë lajm Lefteri. Koalicion me Bashën. Sepse me shenjë edhe mund ta kuptoj sepse dhe sheja është treguar i gatshëm. Është treguar i gatshëm shenjë në fakt, është thënë që mund të bëjë koalicion me Berishën, por koalicioni me Bashën më duk. Po të vësh re, edhe Basha kohët e fundit e ka zbutur pak tonin me Berishën. Për shembull në intervistë të dhënë pak ditë më parë tek Çani, më i mend që tha doktori, tha ti e di shpika ime dobët, tha çfarë them për doktorin. Do të thënë ka filluar cikli të shkojë drejt ethet e zgjedhjeve. Riciklimit të njëjtë, ato që kemi dëgjuar gjithë kohës që hajde se janë në kuadrat e politikës, kuadrat e fushatës e gjitha ato. Po mirë duket se fakti që janë angazhuar të gjithë për të maksimalizuar votat e tyre në secilën parti që ata janë të angazhuar, do thotë që kanë pretendime, por finali jam edhe më të parë. Po prapë, nuk është dashje e bukur kur i shef që shahen gjatë gjithë kohës edhe në fund të mazgjedhjeve bëjnë koalicion me njëra tjetrën. Mund të themi që është një lloj manipulimi opinionit publik. Sepse një person që ti e sham gjithë kohës edhe mbas zgjedhjeve ti bën koalicion me ta. Kjo vjen edhe fatkeqësisht për shkak se kështu është mësuar dhe orientuar turma, apo them kështu populli, se për shembull ti di shumë mirë çka kemi diskutuar në të kaluarën, që nëse nuk je pak agresiv ti nuk merr vëmendje. Nuk merr bindje, nuk merr mbështetje. Është një faktor domosdoshmë. Po, në këtë logjik, dikush shan, dikush bën një batut, dikush gjen një formë për të rriqur vëmendje dhe jemi të gjithë në fushë, jemi të gjithë në lojë. Nëse mund të themi që Basha e ka të rriqur goxha vëmendje kohë të fundit. Qofse para 2 muajsh ku i ke shokët. Nuk diskutoj fare mandatin ti. Kam filluar disa zëra që thonë mund ta marrë një mandat. Basha. Po. Basha, Rama thashun. Rama. Basha një mandat, 1 apo 4. Pse i merr Basha ka Po jam tash i se. Apo e the kështu për çop. Dgjoj, mos ta teprojmë. Mos ta teprojmë. Marrim telefon Bashën. Ta marrim Bashën telefon. Kemi një në regji që është i çmendur merr Bashën në Bashën tani televizor të si telefon. Seriozisht e ke? Marrim Bashën. E merr Bashën ti? Marrim. E marrim. Po me numër apo pa numër është ideja? Pa numër e hap thuaj. Merr pa numër, po se hapi merr me numër pse. Vlla taksirat hapet çik pa numër. Se do të marrim se merr mali se na fliqe me audiencën. Po pas pak më vonë, s'ka gjë, thjesht hape. Ja çove. Ja çova se mund të dalë edhe për ta si Basha, thot ku i ke shokët. Hajde takojmë ku i ke shokët. Tani, normal, me që u mblodhëm e po diskutojmë e nisëm me Valbonin me Lefter Maliqin me politikën, jam shumë kurioz, po miksi pa parë sot, është fushat, përvijojmë në punën, jemi në transmetim drejt për drejt. Ndërkohë duhet të di nga ana jote, si është shef ti fushatën që është bërë deri në këtë moment nga subjekti politik, kryesisht nga figurat kryesore, ka një miksim, po themi kështu, idesh, por pa program. Vetëm program s'kemi parë tani, që të ketë një prezantim i mirë fjet i programit. Atëherë shohim që Berisha dhe Basha po kërkojnë Ramën. Do më thonë, dihet që Rama ka stilin e tij që ka padur që në fillim, që kohën kur ishte ministër kulture, kryetar bashkie e të tjerë. Ka stilin që është mos kokçarës, ka tipin e vet, është i veçantë në llojin që ai është. Berisha ka filluar ta kopojmë ndoshta edhe me këshillat që po merr tashmë nga Latifi. Nga Latifi. Nga Latifi, ka pelja mënyra, po prap Berisha e ka të ideologjinë e tij, domethënë, ndonjëherë është agresiv dhe na rikthén ato kujtimet e dikush me siç ka qenë Berisha. Në fakt neve na ka marrë malli çopim opozitën në fakt. Opozit. Basha pastaj po bën kopje në asaj që ka bërë Rama, por e ka shumë fishuar dozën për të futur në skenë. Nëse Basha ka patur një rikthim të mirë, kjo falë Ramës kuptohet, por që ka patur rikthim të mirë në skenë.
Ideja është apo e shfrytëzon Basha si duhet këtë rikthim, pra po shpalos programin e tij, po vendos pikat kryesore, apo i bin njerëzve, apo vazhdon me të njëjtin ritëm me batuta, me Karagjozlloj që ku i ka shokët 313-77. Se vjen një moment bën të lodhshme pastaj, pra bie në një cikël ripërsëritës. Në fakt, Basha ishte një figurë e djegur politike. I djegur për shkak se humbi disa zgjedhje rresht, shkatroi opozitën që çoi në këtë lloj drejtëje, është komplet fajti, që nga djegja mandateve, që nga lënia e bashkive në tavoli, që opozita këto pasojë po vuan edhe sot. Marketingu që po bën Basha, në gjykimin tim si një person që ka mbaruar për marketing, është marketingu mirë. Domethënë varet sa efektiv është. Ka një lloj ligji në marketing që nuk ka marketing keq. Marketingu ngjelet marketing. Për shembull, ti kur je në fushat për të marrë mendje në rregull, unë bie dakord me këtë parim. Ka diçka. A përkthehet në vota është. Audienca shqiptare e ka qef gallatën. Rama ka qenë nishi për këtë punë, edhe ka marrë ta realizoj, po. Nga kjo gjë. Basha po e bën, edhe unë shoh për shembull ka disa të rinj që po e mendojnë ta udhtojnë Bashën se po flet bukur. Po bën gallat. Pra si të thosh është rikthyer thua ti në mendjen e njerëzve edhe për ta parë si një lloj opsioni në të ardhmen. Unë mendoj opsion, unë nuk e di do ta marrë një mandat ai. Kam shumë dëshime që mund ta votojnë. Por që do marrë më shumë vota se ç'mund të merrte para këtij lloji marketingu, pa diskutim që do marrë më tepër vota. Sepse njerëzit që votohen për burr të mirë ishin demokratët. Ato u shkënjyen nga serioziteti, nga gjërat, nuk i shkon domethënë edhe format. Prapë ne shkojmë në një njëjtën linjë që Rama është i fituari këtë mes. Pse? Sepse rikthem Bashën në skenë, në lojë. Basha automatikisht do të marrin vota të Partisë Demokratike, që thotë që dobson PD-n, dhe kjo është e vërtetë, nuk është vetëm aludim, sepse në zgjedhjet e kaluara, po të vëmë re në zgjedhjet lokale, pra në zgjedhjet vendore, kandidimi i Bashës në ato bashki që ishte e dobsoi PD-n. Për shembull, po them në një qark të vogël, 500 vota të Bashës apo 1000 vota të Bashës që i merrte kandidati i Bashës, automatikisht e iknin PD-s. Patjetër. Që do thotë gara shkonte kokë më kokë ose PD-ja edhe mund të dilte fitore, rasti Kuçovës apo diku tjetër. Po, në rast se do ishim bashkë me Bashën në disa vende, sepse të bën dëm. Qoftë një vot po të marrit, të bën dëm. Edhe dëmi është tek opozita, jo tek qeveria, jo tek PS-ja. Se ai nuk do marrë votat e PS-s, ai do marrë votat e PD-s. Po gjatë për shembull partitë e mëdha janë të pozicionuara mirë në formën se si ato bëjnë fushat elektorale. Për shembull Partia Demokratike nuk ka shmangur shumë nga tradicionalja, e tham. Okej, me disa elemente të rinj, dakord, ja, me ardhin e Lasivitës, pra strategut që është kështu amerikan. Rama është gjithmonë surprizues me formën se si bën fushatën, gjen taktika të reja, forma të reja. Partitë e reja nuk e di cila nga prej tyre të pëlqen. Arlin Qori ka pak më të varfër se thotë të varfër më të vakat si gjë, se thot për shkak mungesë të fondeve. Po, ai është treguar i sinqert në këtë gjë, do thotë që do treguar drejt për drejt, duan shumë para për të bërë marketing shumë të mirë, dhe ai është i thjeshtë dhe takon njerëzit kudo që ndodhet. Nga ana marketingut po bëjnë punë të mira. Okej. Nuk po bëjnë atë bumin e madh, për shembull po të isha këshilltar i përveç Agroshet që normalisht ka dhe bazën ekonomike që mund të paguajë njerëz, mund të bëjë edhe po bën shumë mirë fushatët. Po të isha këshilltar i Adriatik Lapajt, Edri Çabanit apo Arlin Qorit, pa diskutim do kishte sugjerime të ndryshme për ta. Por po bëjnë punë të mirë. Për shembull, më ka pëlqyer fakti që Arlindi shkon takon njerëz thjesht në rrugë, Lapaj e bëri gjithashtu. Madje ishte një video Lapaj që firmoste me një zonjë, një shitse, që thoshte në rast se unë të bëj koalicion me Ramën mbas zgjedhjeve, gjithë pasuritë e mia kalojnë tek ti. Ai është jurist edhe ajo letër nuk e di se sa vlerë mund të ketë. Se mbetëm të parë se ka ca deklarata që bën në kuadër të fushatës elektorale, por pa diskutim që është gjë e mirë, si marketing është goditje. Edhe unë besoj që partitë e reja për herë të parë në Shqipëri do kthehen faktor. Që do thotë po nuk i mungon mundësia. Unë dyshoj që ato për shembull Qori mund të arrijë 2 mandate sepse atë synim ka. Kot nuk e kanë vendosur dhe vetëm të dytën në listë. Lapaj mund të marrin më tepër, ndoshta sepse edhe sondazhet e nxjerrin. Po një gjë është e sigurt për shembull që askush nga forcat e reja politike nuk fiton shumicë qeverisë. Ja, pa diskutim, ato janë në nivele, po themi kështu, bashkëpunimi ose të nevojshme në të ardhmen, nëse për shembull po supozojmë PS-ja do ketë një formim qeveria të brish që dyshoj të jetë kështu, apo PD-ja do afrohet pak a shumë me PS-n, do ketë nevojë që bashkohet këto forca të tjera që nuk janë bashkuar. Po me vendimin që morën, duket që nuk do jenë me njëri tjetrin.
Unë besoj që me sa pam. paktën Qorri dhe Shehaj synojnë tek 2 mandate. Edhe i shoh tek 2 mandate. Ndërsa Elabaj ka një mbështetje më të madhe dhe sondazhet e nxjerrin si fuqi të tretë. Edhe unë mendoj që synimi i tyre pavarësisht se në publik nuk shprehen disa gjëra, se ti nuk mund të thuash në publik që ke një synim t'ulët. Patjetër, absolutisht. Në Mash publik do motivoj thotë publiku. në publik ai do të motivojë qytetarët dhe kjo është strategji dhe kjo fare. nuk diskutohet, edhe nëse ti e di që do marrësh vetëm një mandat, do thosh ne do të sigurisht do marrësh standardin lart. Por unë mendoj që ai synon grupi parlamentar që ka 7 deputet. Eri një flutur. Flutur. Unë mendoj që ai synon 7 deputet. Nuk e di se sa do arri. Duhet të parë se si mos harrojmë që këtë radhë kanë në lojë edhe Tom Doshin. Po, edhe Tom e synon këtë gjë besoj. PSD ka dalë duket me 4 mandate mos gaboj. 3-4 mandate zgjedhje e fundit, kështu që me siguri kërkon dyfishimin e gjës, që duhet të parë deri atëherë. Po janë 2 javë më të vlefshme. Më të vlefshme dhe më fushata më agresive shkon përmbytet e gjitha në fund, 2 javët e fundit dhe madje java e fundit është ajo java e nxehtë që inshallah nuk do ketë përplasje, inshallah nuk do të kalojë qetë, por që do jetë shumë e flakë.